Të Sarandës, shefi i kabinetit Thomanika falenderoi dy artistët për këtë dhuratë të bukur në fillim të sezonit turistik. Një sezon që pa pritur promovimin apo çeljen zyrtare ka nisur tashmë, më shumë se sa shqip në shëtetore dhe në gjithë hapësirën e vijës së parë, dëgjon të flitet gjuhë huaja, përveç se ka mjaft rezident që e kanë zgjedhur Sarandën për të jetuar të paktën gjysmën e vitit, ka edhe prurje të tjera të turistëve të huaj, veçarisht spanjollët, italianët, dhe kjo ekspozit edhe për vetë titullin që mban, Vala, është në unison dhe ta çon mendjen tek vala e detit të Sarandës, te vala e komunikimit dhe tek valë të tjera që presim të vinë me aktivitetet që do të shoqërojnë gjithë sezonin. Qysh në ditën e parë të çeljes, ekspozita Vala u vizitua nga 10 turist dhe banor të Sarandës.